Gjatë 28 ditëve të fushatës zgjedhore përgarën për kryetar komunash në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë dorëzuar vetëm 23 ankesa lidhur me nxitje të urrejtjes, kërcënime, shantazh, shpifje dhe fyerje. Prej tyre vetëm 5 ankesa janë aprovuar, ndërsa të tjerat janë refuzuar si të pabazuara ose të pasakta dhe një ankesë është ende në proces të shqyrtimit. Me një gjob prej 11.500 eurosh është dënuar iniciativa qytetare për Skenderajin pasi Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar 4 ankesa në PZAP ndaj kandidatit Sokol Halili duke akuzuar për gjuhë kërcënuese, fyese dhe nxitje urrejtje ndaj kandidatit Samil Ushtaku me shprehje si kriminal, hajni, spion, bandit dhe arkitekt i të gjitha krimeve. Me një gjob prej 3.000 eurosh është dënuar Nova Demokratska Stranka pas ankesës së Dudabaljes për ofendim dhe mohem të përkatësisë kombëtare nga Emilia Rexhepi gjatë një debati. Ndërka, Gjykata Supreme pranoi ankesën e PDK-s lidhur me një gjob prej 5.500 euro të shqiptuar nga PZAP-ja ndaj saj pas ankesës së lëvizjes vetëvendosje dhe me këtë rast ndryshoi vendimin paraprak të PZAP-it. Njohësit vlerësojnë se në këtë fushat kishte përdorim më të ulët të gjuhës së urrejtjes, kërcënimeve, shantazhit, shpifjes e fyerjes. Është përdorur një gjuhë më e moderuar dhe këtu shihet qartë që edhe promovuesit e kësaj gjuhë të ashpër që kanë qenë lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti në zgjedhjet nacionale, sidomos është vërejtur se nuk është duke u mirëpritur nga qytetarët duke se janë lodhur me këtë gjuhë. PZAP-ja për shkak të shkeljes së rregullave të fushatës zgjedhore të nënshkurtit kishte gjobitur subjektet politike me mbi 650.000 euro.